25% të zemrës funksion. Kur erdha në Korçë këtu, kalbësirat e spitalit të Korçës më klasifikuar me përkraje nga bashkia 82.000 leka, kur unë duhet të merrja vetëm ilaçet 120.000 leka. Kalvari koleksionistit Gjergj Simo nuk është vetëm për ikonat, nuk është vetëm për tenacimet, por është si një nga njerëzit që është persekutuar më shumë nga sistemi i padrejtësisë të Edvin Kristaj Shrapës, i kësaj mjekësie, jo falas, pa falas, a më thonë jo popull, a mund të lijet një njeri me infarkt të miokardit, ishemi, insuficiencë kardiake, 2 bypasse, 25% të zemrës me 62.000 leka. Ky është Edvin Kristaj Shrapa dhe këtë s'ma beri Edi Rama, që foli këtë djali me zemrë tu. Ma beri Niko Peleshi, bashkia e Korçës, që ka ngritur një zyrë atje, monitorimi, patronazhimi të gjithë njerëzit që kanë probleme me kempet, ata i persekutojnë. Niko Peleshi po t'jap një gjë, të kam një listë me 45 veta në pazari Korçës. Nuk dua të ofendoj, se është pazari, sa i thonë Kullëiri, në një familje pas një vlerë ka nga 2 kempe invaliditeti me 270.000 leka. Kurse këtë zotrinë me epilepsi, një tjetër me kam të prerë, mua me infarkt të miokardit, mi jap për kraje, dhe nuk ma jep mua Edi Rama. Ja e purdhri Niko Peleshit, që i ka thënë atyre. Korçarë, denaconi çdo rast, ka erdhur dita, s'keni ditë më të mirë se sa sot, sepse ky është uragani popull, është vlera me